Prishtina është ndalur në Bajramaliu në Skenderaj nga Drenica, duke luajtur bara 0-0 në ndeshjen e vlefshme për javën e 8 të Vale Superligës, barazim që ju ka kushtuar kryeqytetësve me humbin e pozitës së parë në renditje, të cilën e mballin që nga fillimi i kampionatit. Në përballjen e luajtur të mërkurën në praninë e rreth 1000 shikuesve, futbollistët e të dyja skuadrave nuk mundën të shfaqin lojën e tyre për shkak të kushteve as pak të përshtatshme për lojë, ku në shumë raste Balta ndalte topin. Pjesa e parë kaloi në dominim të Prishtinës, që krijuan disa raste. Në anën tjetër, Drenica nuk pati asnjë goditje në drejtim të portës së Prishtinës. Rasti i parë serioz u pa në minutën e 19, ku Mergim Pevqeli gjuajti nga distanca, goditjen e të cilit e priti portieri Sadiku. E topin e kthyer nuk mundi ta dërgojë në rrjet Kreshnik Lushtaku. Prishtina ka mundur të shënojë shumë lehtë edhe në minutën e 32, por pasimin e bukur të Januzit nuk mundi ta shndrojë në golën drejt Krasniqit në këtë rast. 0-0 mbyll pjesa e parë. E në të dytën, futbollistët e Drenicës dolën me fanelat e njëjta të zhytura nga Balta, kurse ata të Prishtinës i ndruan fanelat e sipërme. Pjesa e dytë ishte më e barabartë dhe me raste të pastra shënimi, sidomos të futbollistëve të Drenicës, të cilët shumë lehtë kanë mundur të shënojnë një fitore të madhe. Megjithatë, parat që rrezikuan seriozisht ishin mysafirët, të cilët provuan të shënojnë me Januzin, goditja e të cilit shkoi jashtë portës në minutën e 65. I njëjti futbollist ka mundur të shënojë edhe në minutën e 66, por goditja e tij me kokë shkoi mbi port. Drenica shumë lehtë ka mundur të gjejë golin e përcisë pas një kundërsulmi, ku Hysén Tahiri pati rast të artë, por goditjen e tij e ndali portieri Muçiçi. Alban Muçiçi shpëtoi Prishtinën edhe në minutën e 86, ku shënuesi më i mirë i Superligës Granit Arifaj pati rast të 100%, por golin ja mohoi portierin në formë i Prishtinës. Rasti i fundit serioz u pa 2 minuta para fundit të ndeshjes, ku Hysén Tahiri provoi të shënojë me kokë pas pasimit të Dajakut, por përsëri në vend ishte Muçiçi dhe kështu ndeshja u mbyll pa fitues. Pas takimit, kryetrajneri i Drenicës Afrim Jashari tha se rezultati i barabartë ka qenë real. Ekipi u duk më përgatit, edhe kemi pasur jashtëzakonisht një kohë mjaft gjatë, po mund të them, jemi kanë edhe shumë pafat se gjatë tërë kohës kam mbretnu kohë me shi. Dijen kushtet fare zhvillohen në futbollin e Kosovës, kështu që mund t'ju them se me një lojë dinamike, me një lojë taktike që djelmoshat sot i kanë kryer detyrat e veta, edhe përkundër asaj se ka mujt me na dënu Prishtina, edhe na ke mujt me dënu, këto raste krijohen pikërisht nga këto, edhe nga aksionet e parashikuara, paramendura, po më merr mendja se këto raste krijohen nga fusha që bojnë gabime lojtarët e ekipit mysafir apo rival. Sido që tjetër mendoj se ky rezultat është real. Në anën tjetër, kryetrajneri i Prishtinës Lus Lindeman tha se kushtet nuk kanë qenë as pak të përshtatshme për lojë. Normal që nuk jam i kënaqur nga loja jon, po në kësi lloj fushe thuja që është shumë fushë e vështirë për të dy ekipe. Ka pas probleme kena pas edhe me lujt, po ato 8 shansa që s'kena mujt gol me dhon, 8 shansa, për 8 shansave s'kena mujt gol me dhon. Po në fund do të mu falemindëru thuja portierit ton Alban Muçiçi që e ka mbrojt një shot shumë të mirë në momentet e fundit, se kena mujt edhe me hup. Me 11 pikë Drenica është në vendin e 11, ndërkaq Prishtina është e dyta me 20 pikë dhe është skuadra vetme në ligj që nuk diçka është humbja. Në ndeshjen e ardhshme Drenica do të jetë mysafire e Trepçës, në anën tjetër Prishtina luan kryendeshjen e xhirës së 9 kundër Trepçës 89.